Por miq, do të flasim për një bisedë, do të zhvillojmë një bisedë me avokatin Zaçe Istami, mikun e emisionit tonë, me cilin prej disa vitesh kemi folur, biseduar, kemi trajtuar mjaft çështje dhe fenomene që shqetësojnë shoqërinë tonë, probleme, hallet brenda dhe jashtë kufive, deri tek edhe kufit troje tona. Por sot do të flasim për një çështje që shqetëson atë, ose më saktë që është bërë protagonist vetë ai, pra avokati Zaçe Istami, që ne kemi të ftuar. Avokat, të përshëndes dhe të falenderoj shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën tuaj dhe për interesimin tuaj, sepse është një interesim i ligjshëm, i një medje të rregullt, konkrete, të ndeshme, që kërkon të shkojnë gjërat në përvendje. Dhe të dalë vërteta, cila do që të jetë edhe për këtë do që të jetë e vërteta mbetet e vërtet përjetësisht. Faleminderit avokat. Avokat, para 2-3 ditësh në një emision televiziv te Fix Fare ju keni qenë protagonist aty një debati për një tokë, një pro, një shtëpi në Progonat, bashkë me bashorten tuaj. Edhe aty përmenden edhe disa emra, ishte Daci, Sokol Guga, e tjera për një konflikt gati 5 vjeçar, ndërkohë që shtëpia është ndërtuar shumë dekada më përpara. Nga pamjet pam që përfundua deri në polici, komisariat, shoqërime, situata u agravua. Ndërkohë që edhe komentet ishin të shumta në videon që u postua nga emisioni. Disa ishin dhe të paqartë. Ndoshta aty rrëmuja situata, nuk e di, ose ata nuk e kuptuan mirë që e kanë parë. Edhe prandaj vendosa t'ju kontaktoj, ndoshta në një situatë më të qetë, kështu, për të marrë të vërtetën sipas mendimit tuaj, sepse ata mendojnë ndryshe, të tjerët mendojnë ndryshe, ju keni të vërtetën tuaj, sikur e kanë vetë pala tjetër. Po këtu më duket sikur janë 3 palë, me sa kuptoj avokat, sepse është një Guga, është Doçi, jeni dhe ju. Tani, si është anafida e kësaj historie, avokat, që ka përfunduar deri këtu, që tani juve ju kemi parë të zgjidhni hallet e të tjerëve, tashmë jeni vetë të lashe. Ju thatë një palë flet ndryshe, një tjetër flet ndryshe dhe dokumentat flasin ndryshe. Dokumentat nuk flasin, dokumentat janë me mese dhe janë të shkruara e zeza mbi të bardhë. Po, si është historia, avokat, që përfundua deri këtu? Ja, do t'ja u them. Para se të vi situata këtu, ka 4 vjetë që po vazhdon një maraton e mbrajtur peng nga Bashkia e Tepelenës, nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës ish Tepelenës sot në Gjirokastër, dhe nga Prokuroria e qytetit të Gjirokastër, rreth gjyqësor Gjirokastër, prokuroria dhe gjykata e rreth gjyqësor Gjirokastër. Problemi qëndron kështu. Në radhë parë është bërë një mashtrim i opinionit publik, një mashtrim i pa skrupull, i pa cip, që këtë mund ta bëjnë vetëm njerëz jo të ndershëm, duke thënë që familja e zonja e shtëpisë, që unë përfaqësoj, dhe 5 vëllezërit e motrat e saj, thonë dhe mashtrojnë opinion publik si kur këta kanë përzën nga shtëpia 3 jetime. Po, janë dhe disa pamje, avokat, që pala tjetër i ka përdorur si provë për këtë që ata thonë. Do vemi dhe atje, po do trajtojmë njërë kush janë këto jetimet. Se këto jetimet, a shikruajtura jetime, janë të 3 gjyshe aktualisht, kanë martuar dhe fëmijët e fëmijëve. Përmendet aty Aisha Daci. Po, është shumë e vërtetë. Aisha Daci ka qenë e martuar me një nga kushëritë e largët të pronarëve të shtëpisë. Nuk ka shtëpi, nuk kishte shtëpi dhe nuk ka dhe sot e kësaj dite shtëpi. Kanë pasur 2 kasolle, të cilat unë do më bëj të pamundurën që t'ua dërgoj juve për t'i paraqitur gjatë këtij emisioni. Dhe vëllezërit dy nga djemtë e familjes Alus Dacit kanë morën iniciativën për ta strehuar Aishën, me që s'kishte shtëpi, për ta strehuar në shtëpinë e këtyre që të jetonte deri sa të ikte nga kjo botë. Dhe sepse që
Grua e dasë, do më të në martuar në dasë, kuptohet që ja bën asaj nderin. As ja falen, as ja shitën, as ja dhuruan. Pra ishte vendosje e përkohshme për ta ndihmuar. Për ta ndihmuar thjesht se s'kishte ku të rinte. Dhe ajo situata që tash sot e kësaj dite, unë ftoj cili do nga teleshikuesit tuaj dhe nga gjithë Republika e Shqipërisë, kush ka dëshirë të vijë ta vërtetoj gjendjen në fakt. Do t'i marrë me radhë. Aishe Guga, Aishe Daci, më falë, se janë bërë një palë tani të dy familjet. Gjatë kohës që ka qenë atje në të shtëpinë e këtyre të klientëve të mi, i ka lejuar ata dhe kanë marrë rreth 230 metra katrore truall të këtyre të familjes që unë jam avokati tyre. Kjo u vërtetua nga ekspertiza e urdhëruar nga prokuroria e Gjirokastrës, është dhe akti i ekspertimit që vërteton qartësisht se ku janë kufit e Sokol Gugës, dhe praktikisht ata me ligj dhe me letra nuk kanë absolutisht asnjë të drejtë që të predikojnë aty. Pra, është mashtruar opinioni publik duke thënë që i nxorën nga shtëpia. Nuk është e vërtetë. Ato kanë secila shtëpinë e tyre. Arta Hitaj e ka shtëpinë e Agimsheut në hyrje të Progonatit, jo në hyrje, po në terapi. E ka dhe sot e kësaj dite ka 35 vjet jeton atje. Ka martuar fëmijët e saj, vajzat e saj dhe vajzat e saj janë bërë me fëmijë. Kjo është një nga jetimet. Vim tek jetimja tjetër, e cila jeton në rrugën Punëtorët e Minierës në Memalia, sot e 35 vjet, e martuar dhe ajo, Belere Varfi. Këto mund të verifikohen në gjendje civile, kush dojë të verifikojë, se regjistri i gjendjes civile nuk është sekret. E treta, Veziko Daci, ka një 20 vjet që është e martuar dhe ajo, dhe është në shtëpi të saj. Pra, s'kanë përzën asnjë nga jetimet atje. Ky është një mashtrim i pa skrupull, i pa cip, që mund ta bëjnë vetëm njerëz të pander. Nëse e kundërta, do përgjigjen penalisht. Avokat, ka nga ata, pra po flas nga komentuesi që mendojnë që qëndrimi juaj është edhe në konflikt interesi, sepse ju jeni avokat, por jeni edhe palë, pasi prona në mos gaboj që pretendon të është bashkëshortës, apo jo? Asnjëherë s'jam bërë palë, asnjëherë s'kam ndërmend të bëjmë palë. Unë do mbroj si vëllain, si bashkëshorte, si kunatin, si ty, si këto tjetër, sepse profesioni avokatit ai është. Dhe nuk ka konflikt interesi. Konflikt interesi ka vetëm në rastet kur ke pushtet, zotëri. Avokati nuk ka pushtet, avokati është mbrojtës. Avokat, por tek ajo që pala tjetër pretendon për dokumenta që lexohet vetëm një pjesë nga dokumentat, jo tërësisht dokumentat. Pra, vetëm një pjesë e të vërtetës. Si është puna për këtë? Atëherë, për cilat dokumenta bëhet fjalë, se nuk di të kenë ndonjë dokumenta ato zonjat që pretendojnë shtëpinë. Pra, ju thonë që pala tjetër nuk ka dokumenta. Son ato që s'kan dokumenta pala që mbroj unë? Jo, ju po thoni që pala tjetër nuk ka asnjë dokument. Ka asnjë dokument. Ato thonë që na ka lënë mëma. Mëma Aisheja dhe kushdo tjetër nuk ka të drejtë dhe nuk ka mundësi ligjore që të dhuroj ose të trashëgoj një pronë që nuk ka dokument pronësie për të, nuk është saj. Po kjo ngatarresa, si është avokat që shkruan në emër të njërit, ishte i tjetrit, një ngatarresë në mos gaboj aty, që përfshirshin dhe gugat. Pra kishte bërë gabimin kadastër aty? Ja do të ta them. Në vitin 2001-2002 që është bërë regjistrimi në shkallë republike, prona e trashëgimtarëve të Alus Datit ishte hedhur në emër të Jani Gugës. Një komshi i largët që s'ka as lidhje toksore, as pronësore, as parafisnore, as një gjë. Problem që u zgjidh duke deklaruar trashëgimtarët e rit e Gugës që s'kan asnjë të drejtë pronësie mbi këtë pronë. As e dinin fare ata bile që ishin regjistruar atje. Kjo u mor vetëm kur vajta unë në hipotekë që kërkova dokumentat e shtëpisë të klientëve të mi. Pra, nuk është aty problemi.
çfarë ndodh? Duke qenë se Aisha Daci në miqësi me Refik Gugën gjatë viteve pas demokracisë, edhe para shpalljes vendosjes së demokracisë në Shqipëri, kishin marrëdhënie të ngushta, miqësore, fqinjësore, nuk e di. Duhet t'u them juve dhe të gjithë opinionit publik që Aisha Daci nuk ka asnjë të drejtë pronësie në shtëpinë e Kidasit. Këto zonjat që thonë kemi jetuar atje, vërtet kanë jetuar me mëmën për aq kohë sa ishin të pamartuara. 3-4 vjet sa ishin. Por shtëpinë nuk e ka ndërtuar Aisha, se Aisha ka qenë një grua e ve me 4 fëmijë jetim, 3 vajza dhe një djalë. Për të treguar edhe një herë për publikun, Aisha nuk kishte mundësi, i dhan shtëpinë, Aisha ndërroi jetë, vajzat u martuan dhe ikën, ndërkohë që vajzat duhet marrin shtëpinë tani, duke pretenduar se është e tyre. Por ka një gjeshtër aty, një mashtrim të tyre, dhe është mashtrimi pa skrupull. Sepse atë shtëpi se ka ndërtuar Aisha, siç pretendojnë ato. Atë shtëpi ka ndërtuar Astrid Daci, djali i madh i Alus Dacit, dhe Kastriot Daci, i cili sot është në Amerikë. E ka ndërtuar ata Kastrioti në vitet 87-88, kishte makinë, një Skod, që çonte zhavor të larë, e çonte zhavorin e larë nga lumi në Progonat, dhe Astriti, duke qenë se ishte shefi furnizimit të normales ndërtimit në Tepelen, kishte mundësi të gjente çimento sa të donte, dhe dërgoi çimenton atje, dërgoi dhe rërën e të tëra, dhe se shtëpia ka qenë me 2 kate dhe sot e kësaj dite ka stemën e gjelit në mur, që është vënë para 127 vjetësh. Pra, nuk e ka ndërtuar ato shtëpinë dhe mashtrohet opinioni publik. Unë nuk kam ndërmend të çoj gjithë shqiptarët atje, por juve mund t'ju dërgoj pamje dhe video të shtëpive, të 2 kasolleve, se ka 2 kasolle realisht, nuk e them për ta ofenduar, po 2 kasolle kishte. Dhe këta prandaj e morën dhe i bën dera Aishës dhe çuan në shtëpinë e tyre. Avokat, ka pas në një kështu tentativë nga institucionet për të arritur një pajtim? Po që pajtim? Pajtimi është që ata duan të marrë shtëpinë, ky është pajtimi. Që për ta mbyllur nga fjalën, duke vendosur secilën palë përballë fakteve, dokumentave që kjo ka qenë kështu. Po ato nuk dëgjojnë faktet. Faktet unë do t'ja u jap juve dhe pastaj le t'i gjykojë opinioni publik. Është certifikat është jo certifikat pronësie, po është vërtetim pronësie i vitit 1948-51. Në atë kohë nuk quhej dokumenti për pronësi, nuk quhej certifikat, po quhej vërtetim pronësie. Dhe kam vetëm fjala vërtetim që nga koha e para luftës, që kanë qenë kuadro që kanë bërë regjistrimin e paluajtshme atëherë të pronave. Se ata ishin me shkollë, s'kishte nxjerr akoma shteti shqiptar në 48-ën, s'kishte nxjerr akoma kuadro dhe njerëz me shkollë që të flisnin ashtu të emërtonin ashtu si duhej, dhe e kanë emërtuar kështu vërtetim pronësie. Kush e di gjuhën italishte, e di mirë që fjala certifikat nuk është shqip, është italisht. Shqip është vërtetim. Dhe e vërtetim pronësie i 48-51-shit me sipërfaqe 648 metra katrore është fuqizo të riskapur në në qesh fuqizon. Pra janë pronartë asaj prone. Tani vinë tek e mbaruam me këto tash quajtur atje time dhe të përzëna nga shtëpia. Dhe të vënë Progonat të thonë se kujt është shtëpia. Dhe unë ftoj gjithë gazetarët e ndershëm të Shqipërisë, gjithë qytetarët e ndershëm, gjithë bashkëfshatarët e klientëve të mi në Progonat, të vinë dhe të thonë si ishte e vërteta. Jo për në gjë, për opinion publik, se të vërtet në kanë letrat. Avokat, mund ta ndaj këtë punë ai Amerikës, që mund vinë thotë, shpinë ndërtova unë, sikur thatë ju, apo nuk është përfshirë? Patjetër, ja marrëm një intervistë kur të doni që nga Amerika. Ka që të posimër, ja marrëm pa diskutim fare. E kam fjalën dhe për te intervistës edhe për procesin, që edhe pretenduesve, nëse është kjo që ju thoni, që ju pretendoni pa diskutim. Që kush e ndërtoi shtëpinë. Madje ai mund të përcaktoj edhe mund të thotë me saktësi se kush dhe kush është bërë shtëpia. Dhe këtë do të ju kërkoj juve një mundësi që mbasi të marrë intervistën nga pjesëtari i 6 i
i këtyre që më kanë dhënë mua prokuror nga 6, domethënë, tu a jap juve dhe ta transmetoni në një emision të dytë. Avokat, Tani vim tek pretendimet e Sokol Gugës. Në vitet 50, gjyshja e këtyre klientëve të mi i dha një kasolle vllaqikoj që quheshin atëherë që kishin në trullën e tyre, se këta shtëpi këtyre është dhe me emër Bregu i Dace, ku janë këta ku kanë shtëpi. Edhe diçka tjetër duhet të theksoj. Këto të 3 jetimet, janë jetimet që këta janë gjyshe dhe janë jetimet, ata Daci bëri një veprim shumë të ullët. Mori një dokument pronësie të këtyre të listës pronësore të familjes që unë përfaqësoj, dhe tha, këtë shtëpi, ja kur ka bërë gjyshi im Neki Daci. Neki Daci është gjyshi i klientëve të mi, gjyshi e asaj është Halil Daci. Po ajo e paraqiti që kur ke e bie Nekiu. Të tilla porosësire, të tilla mafiozllëqe e bëjnë vetëm ata që janë patronazistë dhe që janë stërvitur në për zyra sekrete. Se një njeri me trunkok nuk mund të thotë që Nekiu është gjyqim kur është Hasani gjyqim. Pra, e ka ndërtuar, thash, gjithë punën e tyre dhe gjithë këtë katrahur e ka ndërtuar ato. Ato zonjat bëdhe kërkesë padini gjykat. Po, pikërisht aty do e pyes tani avokat, sepse këtu kam duket 2 procese, një nga kadastra, ku është, çfarë keni për të marrë mend, edhe një gjyqësori penali ku ka mbetur, ku është. Atë mbaroj me civilin me kadastrën? Po. Duke qenë se në listën pronësore të fshatit Progonat, shtëpia e këtyre ishte hedhur në emrin e Rite Gugës, u detyruam që ta çojmë çështjen në gjyq, me qëllim që të zgjidhej gjyqësisht. Në fakt, pasardhësit e Rite Gugës, në nderin e tyre, deklaruan dhe thanë, jo, se shtëpia jo, kjo është shtëpia e tyre. Dhe gjykata civile, gjykata administrative e qytetit e rreth gjyqësor Gjirokastër vendosi që këto s'kan asnjë të drejtë në atë shtëpi, sepse s'kan asnjë dokument pronësie, as akt durimi, as pali, asnjë gjë. Dhe me vendim të formës prerë numër 299 të datës 13 prill 2024, mos gaboj, këto përjashtohen nga çdo drejt pronësie mbi atë shtëpi dhe mbi atë trull, me vendim të formës prerë. Pra, çështja e këtyre ka mbaruar. Mirë, po një nga këta pjesëtarët e Rite Gugës thotë, vërtet ajo nuk është shtëpia ime, thotë, po ajo është shtëpia e Shedacit, thotë. Edhe ajo ka bërë apelim në gjykatën e apelit që shtëpia, thotë, të jepet vajzave të Shedacit, sepse shtëpia është e Aishes. Pa e ditur ajo fare, sepse kur është ndërtuar ajo shtëpi, kjo zonja s'ka qenë e martuar në Progonat. Ajo ka vetur nga Turani te Pelenës vonë, se atje ka qenë kur shtëpia ka qenë e ndërtuar nga. Pra, është akoma në apel. Është në apel lidhur me regjistrimin në ASHK, nuk është me këtë, me këto ka mbaruar. Nuk ka të bëjë me thelbin. Me këto ka mbaruar gjykata. Është thjesht me regjistrimin për ta kthyer nga vërtetim pronësie në certifikat pronësie dhe është pronë e siguruar me vendim gjykate. Është pronë e siguruar, nuk hyn dot njeri atje, s'prek dot njeri. Nëse është me vendim gjykata, atëherë kjo që ka mbyllur si histori avokat. Po t'jetë me vendim formës prerë, kështu sikur ju po thoni. Ajo praktikisht është e mbyllur. Thjesht e mban gjykata administrative me ato rrugë dhe me ato mënyra dhe ato metoda që i shohin për ditë në drejtsinë shqiptare dhe në ASHK-t shqiptare. I shikojmë në Rjoll, i shikojmë gjithandej shikojmë. Mos kanë bërë një rekurs ande nga gjykata e lartë apo jo? Të bëjnë, por nuk mund të bësh rekurs gjykata e lartë pa marrë vendimin e apelit. Një dhe dyta, ajo që ka bërë apelimin bashkë me ish drejtorin e ASHK-s, Tepelen, Pullum Milori, i cili ka motrën e tij të martuar tek vllai Sokol Gugës, si janë të lidhur në fshatra. Dhe kjo është pjesa që nuk thuhet ligjërisht, po që sipas mendimit tuaj e mban peng zbatimin ligjor të dosjes. Eksakt. E mban peng gjykata administrative. Nëse ka
institucione që dëgjojnë këtë emision, që i dëgjojnë dhe deklarimet tona, dhe të sjellën komisione nga gjithë Republika, të pavarur jo nga Tepelen Gjirokastër në Vlorë, të bien nga Shkodra, nga Tropoja, nga Kuksi, nga të duan, qoftë edhe nga Kosova, se qytetarë janë dhe ata. Dhe të viti vërtetojnë këto që them unë. Nëse unë nuk them të vërteta në këto se këto regjistrohen, kushdo mund të bëjë kërkesë padi dhe unë të dënohen penalisht. Pra, e mbyllëm me këto duke dal ajo si e ka ajo e shokja e Rite Gugës të dal dhe të thot ajo që të dalë dhe të vërtetoj që shtëpia është e AIS-s, ose të triqet në apeli që ka bërë, se është apel abuziv në drejtësi, në kodin e procedurës civile, qoftë edhe penale, apeli është abuziv. Është i pa vërtet, është i pa drejt, sepse nuk është ajo që vendos nëse shtëpia është e AIS-s apo është e këtyre që dhanë. Njerëzisht, qytetarisht po themi gjë. Thoshte një njeriu im, o Zot mos më jep mëshirë që t'i bëj të ligut mirë. Këtë pësuan ata klientët e mi me familjen e Aishe Dasit. Pikrisht këtë. Tani vim tek Sokol Guga. Sokol Guga ka vajtur disa herë në komisariat të Tepelen. Sepse ka bërë një që edhe herën e fundit e mori policia. E mori policia sepse këta që janë mësuar me policinë që urdhëronte Tërmet Peshi, që ishte një polici tërësisht e korruptuar në Tepelen, tërësisht në dispozicion të mafjes së Tepelenës, një polici që kur ishte në drejtimin e ish shefit komisariatit me mbiemër Koni, se s'më kujtohet emri i tij tani, i cili paturpsisht vete në orën 11:30 të natës në 23 në vitin 2023, gusht, në orën 23:35 minuta, do të thënë në 12 të natës afërsisht, dhe u thot këtyre të dhënjave të shtëpisë dilën prej asaj, ishin 4 gradë brenda. Hyn forcërisht, se që me forca policie me tëra, hyn forcërisht dhe i detyron, u thot që do dilin prej asaj. Ato nuk dolën prej asaj natyrisht. Dhe ishte ai person dhe pasardhësit e tij deri para pak kohësh që e kishin kthyer policinë e Tepelenës në dispozicion të Sokol Gugës. Dhe vetëm nafta që ka harxuar furgoni policisë Tepelen Progonat, sa herë që i donte qefi Sokol Gugës, ajo duhet paguhet nga kushtet dalfajtor. Dhe unë këtë kërkoj zyrtarisht, shteti shqiptar. Policia e shtetit është vënë në dispozicion të Sokol Gugës sa herë që ka dashur qefi atij. Por do shkojmë çik më mbrapa. Pse te Sokol Guga? Bëni një kërkesë IKMT-s që në bazë të dokumentit pronësisë që kanë këta vërtetimi pronësisë të vinte dhe të pastronte terrenin se mua kishte dhënë Sokol Guga, duke ndërtuar dhe një grop septike mu tek dritari e këtyre. I kërkojmë dhe bashkisë, atëre që kryetar bashkie Tërmet Peshi, historinë e cilit e njeh gjithë Republika tani, krye hajdutëve, krye drogaxiut dhe narkomanit, narkotrafikantit, dhe kërkojmë që me çdo kusht të hapej rruga, vjen ai me vendim të IKMT-s Tiranë, të IKMT-s Qendrore, dhe në Progonat, e prishin një pjesë të murit të rrethues që kishte bërë ai, sepse s'është e tij. Dhe nga ana tjetër nuk mundi të hyte, sepse ishte rruga e ngushtë dhe do i prishur porta. Ky edhe pse e prishi IKMT-ja, edhe pse është dënuar 450.000 lekë të reja, gjob, Sokol Guga, pra të murë që bëri, a i prapë e ndërtoj dhe prapë është i ndërtuar. Kemi fotografi, kemi gjithë çka çfarë të doni kemi. Filmime, fotografime, regjistrime nga kamerat e shtëpisë, nga të tëra. Dhe briste Sokol Guga me të tjerë në dëm të këtyre. Dhe një ditë të mirë vinë 12 veta nga familja Guga. Sokol Guga, Ismail Guga, e motra e Sokolit, mirë them.
Këta janë avokatë persona që ju keni folur edhe më përpara në bisedat tona që ju kanë dhënuar apo gabohen? Po. Më ka dhënuar, do të them do vinë atje. Vinë pra një ditë të bukur, vinë 11 veta nga këta, mësojnë atje që të largojnë të zonjën e shtëpisë në tereni saja, përplasen atje, ka dhe video të tyre, do t'ja u dërgoj, edhe video. Dhe unë i kam filmuar, se më s'kisha të bëj, unë isha avokat, unë s'kam të drejtë të marrë pjesë në atë, se si e pare punës që isha avokat e dyta, është për në tjetër kujt, dhe të me në të zotët në të jonë. Unë detyrën time ligjore kam bërë në mënyrë perfekte, dhe s'ka burdën e që të thotë që këtu ke gabuar. Nga inati që unë i filmova dhe pasqyrova agresionin e tyre që prishin dhe kamerën e sigurisë të shtëpisë një farë me xhane Guga, e shoh që Lulzim Gugës duke marrë një të madh, një shkop të madh të gjatë dhe rrëzon atë kamerën dhe e prish, e shkatroi kamerën. Pra këta nuk donin në asnjë mënyrë, nuk donin prova, nuk donin dokumentime. Dhe në një radhë të dytë më grabitën telefonin, më plagosën në kokë, do t'u dërgoj dhe atë plagën që më kanë bërë në kokë, se unë nuk deri tani s'kam marrë vesh, këta janë tribal apo janë njerëz, ç'pun kanë me avokatin. Zotri, unë jam nesër dhe bëjmë avokati jo, për një hallë që mund të kesh ti. Të vinë të më kërkojnë llogari mua pse e mbron ç'është kjo atak kështu. Ku jemi? Po, tek plagosja ka ndodhur kohët e fundit, e keni fjalën? Jo, ka 2 vjet e ca, 3 vjet dhe prokuroria e Gjirokastër se quan ofendim prokurori Gazmend Frëngu, apo nuk e di si e ka thënë se janë 4-5 prokurorat atë të një lloj. Pra janë 36 kallëzime penale që akoma nuk kanë marrë rrugë nga gjykata e Gjirokastërës. Dhe u vjen keq atë kur u them. Dhe më e fundit fare, po them se do vi më përpara, po më e fundit fare, gjyqtarja e Gjirokastërës me qenë se nuk ishte paraqitur avokati i Sokol Gugës, i cili ishte i pandehur prej një viti, e shtyri gjyqin pa kërkuar avokat kryesisht në një kohë që është e detyruar, nëse nuk vjen avokati i të pandehurit, sa është i pandehur, ka një vit e gjys, ka një vit, nëse nuk vjen avokati, merr avokat kryesisht. Ajo nuk e bëri këtë gjë sepse është e mëkuar, nuk e di se çfarë ka ndodhur me atë zonjë. Me atë zonjë. Po tani shtëpinë kush e ka, kush hyn aty, kush del? Mbas këtij vendimi i gjykatës. Zot të shtëpisë. Ka vendim të formës prerë që këta vendim të gjykatës administrative të Gjirokastër që ka njohur 200 metra truall se që kanë vënë ata kur e kanë regjistruar në vitin 2000, se kanë qenë bërë me hile që në fillim këto punë progonat. Dhe nuk është vetëm familje këtij, i gjithë progonati i ka shtëpit, njëri të tjetër, asnjë s'ka shtëpinë e tij të regjistruar në kadastër. Asnjë. Janë apo janë 5 familje. Ky është pak. Avokat, nga ajo që ndodhi atë dite, nga ana ligjore, çfarë ju mbeti pa thënë? Mua? Po, tjetër përveç kësaj që diskutuam. Janë shumë gjëra pa thënë, i nderuar gazetar. Janë shumë gjëra pa thënë, për të cilat duhet marrë letër në dorë dhe të flasim me dokumenta, jo me fjalë. Pra, duhet që unë të bëj të njohur opinionit publik mashtrimin e Sokol Refi Gugës. Duhet të bëj të njohur opinionit publik mashtrimet e atyre Arta Hitaj ose Dasi, mashtrimin e këta të dy njerë që janë kryesorët që dalin edhe kërkojnë atë që nuk ju takon. Sokol Guga ka dokumentin e tij të pronësisë me 300 metra katrore. Certifikat pronësie. E hartuar harta nga bashkëshortja e tij në shtëpinë e Velenës. Dhe pjesa tjetër është e këtyre. S'ka punë Sokol Guga me pjesën tjetër. Mirë po Sokol Guga si pirat, si bandit që se pirata ishte. E nderon të thuash pirata ti, po si ai do të xhepash. Do që të marrë pjesën e këtyre se thotë e kam zënuar. Si nuk e thën ti? Ti mund të thuash se kam zënuar për një tokë që është tokë shtet, dhe të kërkosh të ta jap shteti, po jo kjo që më thonë. Dhe megjithatë ai kishte bërë kërkesë për legalizim,
Dhe në përgjigjen që kthehen drejtoria qendrore e ASK-s Tiranë, vërtet vendos dhe thotë Sokol Guga nuk ka asnjë të drejtë legalizimi në këtë pronë, sepse nuk është pronëtisht pronë siguruar. Pra është përjashtuar dhe na kjo gjendje. Pra jemi në situatën që Sokol Guga do me çdo kusht të marrë atë që s'ishte ti, që nuk I takon. Avokat, për te çështjet administrative dhe ligjore, po? Përpara se sa hynim bisedë, ju më thatë edhe për pjesën tjetër që edhe nga pamjet që duket në konflikte debatin në distancë me fyri dhe akuza nga pala tjetër, që unë ndjetë sikur u futët në kurth aty. Ja, do të ta them. Aty Poshësin po e them troç e ka bërë gazetari ai nuk besoj se kishte në qëllim, sepse erdhi mori njërin palë, pa dashur ta mbrojë, se kështu duket se kur pa e mbroj, po koleg jemi. Erdhi nga hyri që erdhi. Nga hyri. E dini? Nuk e di, ti nuk e di një. Jo, sigurisht jo. Atëherë. Po flas në parim kështu, pa ditur gjë, se nuk është se isha atje. Atëherë, gazetari zotëri për të vajtur në një familje do vej të trokas në portën e familjes. Jo të hyjë nga gardi I komshiut. Këtë gjë bëri Sokol Osmani, si e ka ai. Sokol Çobë, më fal. Këtë gjë bëri. Më vajti në shtëpinë e Sokol Gugës, kishte marrë dhe Arta Hitën me vete, dhe vjen tamam te dritarja e shtëpisë këtyre klientëve të mi, dhe filloi të ofendonte, të shante, të bëdi çfarë do të gjeti. I thash disa herë gazetarit, Sokol Çobës, zotëri I thash, hajde se këtu ka një shtëpi, mund të vish të hysh në shtëpi, të flasësh, të përgjigjemi, të vëmë dokumentat në dorë, çfarë do lloj dokumenti që disponojmë neve, edhe pastaj ti shikoj dhe vendosim. Jo, do më thoni tani thosh, e ku ti shkoj shtëpi dhe I vite punin me dorë, e ku ti shkoj shtëpi, ku shkanë, do më thënë, erdhi jo si avokati, jo si gazetar I emisionit Fix, po erdhi sikur ishte një Sokol Guga numër 2. Megjithatë, I thash disa herë, largoje I thash sepse ai po provokon. Dhe kuptohet në një emision investigativ, siç është Fixi, asnjëherë s'duhet vënë dy palët bashkë në një vend, sepse krijon precedent për vrasje edhe për çfarë do lloj ngjarje të zakonshme. Apo kam gabim? Po e pash aty ishte gati gjitha në top. Patjetër. Dhe kur ai Sokol Guga ofendon me fjalët më të pështira, me fjalët më të ndyra, unë isha I detyruar që t'i ktheja përgjigje dhe jo gurt që mora unë, që s'kisha shtëmira tjetër, se po të kisha ardhur, do ta kisha vrarë në vend se ishte në trollin e shtëpinë e njerëzve. Po, avokat, pas kësaj, ju vajtet në komisariat në Bosgapoj? Tani, gjatë kësaj kohe e pas që nuk lëvizte, ai nuk largohej, atëre shkoj, marr telefon komisariatin e Tepelenës. Dhe u them, hajde nisi kështu fondos. Erdhën ata aty, kur erdhi policia, që erdhi në një kohë rekord dhe unë I falenderoj, rasti që t'i falenderoj dhe t'i përshëndes komisariatin e policisë Tepelenës, I cili ka marrë një kthes 180 gradë në raport me kohën kur ishte banditi Tërmet Peçi që komandonte gjithçka, ta se bandit, siç e kishte Sojin e Sorolopin për banditizëm. Policia erdhi në kohë rekord dhe I mori Sokol Gugën, zvarë ka marrë. So, avokat, tani për ta mbyllur, se besoj në këto 40 minuta I dham një sqarim opinionit nga themelet, pra nga fillimi. Çfarë keni tjetër për të thënë si do të vazhdojë kjo histori? Se ju derisa keni vendimin e apelit, siç thoni, formës prerë në dorë, nuk besoj se këtu ka vend për diskutim. Këtë çështje zotëri dhe këtë ngjarje, këtë sherr e mban gjallë
gjykata e Gjirokastës dhe ASK-ja e Gjirokastës. Askush tjetër. Pra mosbardhja e vendimit edhe mos reflektimi në kadastër. Fiks, kemi kërkuar dhe kërkojmë prap nga Bashkia e Tepelenës që të vijë të vendosi kufirin sipas certifikatës pronësisë që ka Sokol Guga për pronën e tij. As më pak as më shumë, vetëm kaq kërkoj. Të vendosin kufirin teren, gen plani është bërë, është hedhur në hartë, i ka bërë topografi, i dërguar nga prokuroria e Gjirokastrës, dhe jemi në rregull ne me ligjin. Nuk është ai në rregull dhe në këtë presim që zbatohet ligji, asnjë gjë tjetër. Mirë po, ke të bësh me njerëz agresorë, me njerëz tribal, në atribute shpellave të antikitetit, që s'kan fare lidhje me kohën në cilën jetojmë dhe me shoqërinë e të drejtës qytetare, dhe vjen ai, ta thash më përpara që i vllai i tij Lulzim Guga vjen me një gëshër nga ato të këtyre të bacevanëve dhe më plagosin kokë. Më bodhen dhe aparatin fotograf, telefonik, ma grabitën. E kanë pranuar dhe vetë që ma kanë marrë aparatin që të mos bëja fotografi dhe filmime. Deri këtu kanë arritur. Dhe gjykata e Gjirokastës dhe prokuroria vetëm për këtë deklarim që ka bërë ai që thotë ja morëm ne që të mos filmonte, vetëm për atë duhet ta marrë, ta arrestojë, ta futë brenda dhe të marrë atë që takon. Mirë po gjykata e Gjirokastës nuk e bën këtë, sepse se bën se di këtë dhe ta shikoj Këshilli i Lartë Gjyqësor, dhe kushtë dojë tjetër se nuk kam forcë unë avokat jam. Unë vetëm kërkoj atë që më jep ligji. Drejtësinë e jep pastaj gjykata. Avokat, lutem dhe diçka pas publikimit të emisionit nga institucionet ka pas në lëvizje në gjë? Asnjë gjë. Absolutisht asnjë gjë. Asnjë telefonat, asnjë kërkesë, asnjë pyetje, asnjë gjë. Të thash kam 36 kallëzime që jam marrë asnjëherë të pyetem, të më thuhet ore si puna, çfarë ka ndodhur. Ose dhe tonë kemi thirrur, dhe tonë. Dhe dalë komisariati Gjirokastës, ajo drejtoria gjykata e Gjirokastës dhe prokuroria e Gjirokastës, të dalë në tonë kemi thirrur dhe na ka dhënë këto shpjegime. Absolutisht jo, asnjëherë. Pra ju po thoni avokat që pavarësisht çfarë ndodhi, çfarë u transmetua, çfarë jo, çfarë po, çfarë u tha, çfarë s'u tha, aty konflikti Heshtje varri dhe konflikti de facto vazhdon, pavarësisht se sipas mendimit tuaj de jure është zgjidhur. Po, kjo është e vërtetë. Dhe unë këtë kërkoj nga shteti, kërkoj zgjidhjen e konfliktit, zgjidhjen e problemit me drejtësi, me dokumentat që disponojnë të dy palët. S'kërkojmë gjë tjetër neve. Dokumentat, kaq. Ndërkohë që shtëpia aty vazhdon të ruhet me kamera. Po, shtëpia po ruhet me kamera, unë do zbres video nga kamerat e sigurisë, t'ua dërgoj dhe juve, t'i shikoni, dhe nëse keni mundësi t'i transmetoni gjatë emisionit. Avokat, faleminderit për bisedën dhe sigurisht nëse do ketë të reja dhe zhvillime, ne ndjekim sërish për të diskutuar me ju, me këdo tjetër, palën tjetër ose kushdo që është interesuar për t'i paraqitur të gjithë, aq më tepër kur në dorë kanë fol drejtësia, ka fol gjykata e shkallës së parë, gjykata e apelit, sipas asaj që ju thoni, sepse dokumentat nuk kanë parë. Pra derisa ka folur drejtësia, këtu nuk besoj se ka diçka për të fshehur. Do të dëshiroja që ju, nëse do kishit mundësi, ta ftonit qoftë Artën, qoftë Sokol Gugën. Letrat do të rikujkini bjerin këtu. Letrat, asnjë më tepër. Letrat. Po kanë dokument pronësie, pra të pjesën, pra të 642 metrëshin, do të falim i neve, do të kërkojmë, do të vendëm shpërblimin, bile. Ka që thjesht. Të falenderoj shumë, avokat. Edhe unë falenderoj për ftesën.